Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. Në këtë episod, në këtë të premte, kam ftuar një grua që ka ndërtuar një perandori bashkë me benin e saj, me guxim, me sakrifica, por edhe me një histori shumë interesante, sepse disa shishe qumshti i mbetën në derë. Antoneta e Lufrës, e thash mirë këtë prezantim apo jo? Mira, unë të falenderoj shumë për ftesën. Faleminderit ti. Je një nga podcastet të cilën e kam ndjekur gjatë gjithë kohës dhe e shoh. Historia ime është si gjithë historitë ndoshta të bizneseve që filluan në vitet 90. Ne hymë rastësisht ke qumshi, im shoq vjen nga fusha e financës, unë vi nga mjekësia. Rastësisht na erdhi dikush që i tha tim shoqi do mbledhësh qumshtin. Të mendosh që në vitet 90 njerëzit e punonin vetë qumshin dhe e shisnin prodhim. Nuk e shisnin qumësh, po e bënin djadë gjalbë dhe e shisnin në treg, në lushnje. Dhe ishte shumë e vështirë që t'ja merje qumshin fermerit, sepse gratë e kishin si ofezë që pse nuk jam e zonja unë ta punoj vetë, thara i kam që ta çoj qumshin, ta shes qumshin kështu. Kështu që ishte çike vështirë si fillim, megjithatë disa persona u bindën dhe u bën gati një 300 kg qumësh. Mirë, po personi që do vinte ta merrte qumshin nuk erdhi. Dhe na ngeli qumshin në derë. Pastaj u detyruam ta bënim gjithë, imagjino që s'kishim as kushte, kishim një bidon apo 2 bidona alumini nga ato që ishin nëpër stallat e kooperativave, zje me ato me ca kallamishte, nuk di, kallamishte ne i themi atyre të misrit, që me ato hedhje, domethënë një gjithë që unë nuk di, domethënë se si u punua, ca u shit, ca u dhurua, sepse dhe në treg nuk është se ishim mësuar me tregun. Pastaj im shoq ka qenë shumë korrekt. Dhe është shumë korrekt, domethënë, është shumë e mban shumë fjalën. Edhe ju kishte dhënë fjalën fermerëve që unë do ta marr qumshin se mezi i bindëm. Pastaj gjeti një tjetër që të vinte ai të merrte qumshtin. Erdhi ai personi tjetër dhe kështu filluam me qumshtin avash avash. Ti ishe 25 vjeç në këtë kohë dhe punoje si mami. Unë punoja mami infermier në një fshat aty afër nesh. Dhe kalove le punën dhe ju bashkove në skuadër Benit. Nuk e lash punën. A i bëre të dyja? Unë vazhdoja punën, isha me fëmijë të vogël, vazhdoja punën si infermiere, vija ndihmoja edhe në Baxho. Por ne, domethënë ndihmoj, si fillim ishte grumullim qumshti për disa vite, pastaj na erdhi një miku ynë i familjes, i cili tha pse nuk e bëni djath, po e shisni se imagjino mlidhesh qumshi për 120 lekë të vjetra, edhe shiten 130 lekë, 10 lekë për litër. Pse nuk e përpunoni, tha, ta bëni djath sepse keni më shumë interes. Thash, po ku dim ne të bëjmë djath? Tha, po ju mësoj unë, tha. Edhe erdhi ai personi, na mësoi bashkimi, ja mbaj mend si sot atë djalin, na ndihmoi, e mësuam të bënim djath, e thash po nuk dim as ta shesim, se s'kemi klient që të shesim, se ti mund të shesësh 5 kg djath, po jo të bësh 500 kg. Edhe na gjeti edhe një klient ai. Ai klienti vinte gjithmonë e merrte, im shoq merresh me grumullimin e qumshit, ikte në treg, merresh me pjesën tjetër, unë merresha me prodhimin. Edhe patjetër që edhe me shitjet. Ndonjëherë kur kam pasur një kunatën time aty afër, po në atë kohë imagjino që rrobat laheshin me dorë. Kisha bler një nga ato lavatriçet që i hidhi rrobat brenda dhe rrobat e fëmijëve, domethënë kur e lanim aty, kur i ndelja më thoshte mua, shikoj, as unë si kam pasur kaq të bardha sa ti rrobat, më thoshte mua, se ajo ishte shumë e pastër. Me rrobat e mia ishin të bardha se rrinin nga ora 9 të drekës deri në orën 5 mbasditë në ilaç, se nuk i dilte koha që dilnin nga ilaçi. Edhe kështu që punonim, ngrinim, mbushja kamioni që vinte merrte djathi, merrte 20 fuçi, njëri s'kisha, se punoja vetë, i ngria vetë me atë burrin që vinte shoferin, i ngrinin fuçit e djathit edhe... Ishe bërë nën atëherë vetë? Po, isha bërë nën, kisha djalin e parë dhe biles kam punuar deri... Luisi ka qenë, por pastaj edhe kur ka lindur Franci, deri në momentin e lindjes së Francit, unë nëse ju kujtojnë ato arkat e hekurit të vajit të kohës e nverit që ishte gati 5-6 kg apo mos më shumë ka qenë një ark, plus shishet e qelçit brenda, i mbaja para barkut dhe i fusnim në dhomën e ngrohjes që ishte nga ana tjetër. Sepse ne Baxhën e ndërtuam në një shtëpi të vjetër, kazan me banjo mari, futesh qumshi brenda që nxehej. Domethënë kushte që amatore, totalisht, naive. Nuk u nis se do bëhesh biznes, u nis po bëjmë një lek, po ndërtojmë shtëpinë, po krijojmë një kusht për fëmijë. Kur e kuptuat që ideja dhe puna juaj e kishte kapërcyer imagjinatën tuaj? Kjo vjen me kohën, vjen avash avash. E kupton kur rritet përgjegjësia. Ti ndjen përgjegjësi për fermerin që i merr qumshtin. Ti ndjen përgjegjësi për punëtorin që të kërkon rrogën në fund të muajit sepse do ushqej familjen. Po ndjen përgjegjësi edhe për klientin sepse duhet ta çosh produktin të sigurt sepse edhe aty ti po ushqen fëmijë. Unë sot kur mbesa ime e merr atë gotën e kosit nga frigoriferi dhe thot kos, ç'a punë bën nëna, i thot bën kos thot. Dhe e merr ha
Mendoj që janë me qindra e qindra fëmijë si ajo mbesa ime që e hanë dhe e konsumojnë këtë kos. Dhe prandaj kjo është përgjegjësi e madhe. Ti e kupton që nuk ke më një diçka të vogël, por është bërë strukturë që ka ndikim në ekonomi. Kur u bët ju të mëdhenj? Në çfarë viti i ndryshimit, viti që bët atë kapërsimin e madh? E kuptoj që ka qenë një rrugë graduale, po një moment kur u bët lufra. Kjo vjen gradualisht, pak nga pak. Ne, me thënë të drejtën, nuk kemi ecur me hapa të mëdhenj, kemi ecur me hapa të vegjël, por të sigurt. Fillon me pak, të zhvillon një produkt, të shikon që ky produkt po ecën mirë dhe është në drejtimin e duhur, ti shikon dhe fut një produkt tjetër, fillon të zhvillosh. Ndoshta hapi më i madh ishte nga 2015 kur kemi marrë Tetratopin, që ishte një investim mbi fuqitë ekonomike që kishim ne, ishte një investim gati 3,5 milionë euro dhe po të thuash ka qenë vetmja në Shqipëri dhe vetmja në Ballkan, mund të kishte një, më duket në Greqi, në Maqedoni, më duket diçka e tillë, në një investim që kalonte fuqitë tona ekonomike me kredi patjetër, por që ajo bëri dhe hapin e madh në të cilën ecën përpara. A ka një vendim, një moment kur është marrë një vendim që ke qenë kundër dhe sot je penduar, apo sot ndihesh mirë që ke qenë kundër? Tetratopi. Shumë milion. Gjithmonë vendimet e mëdha të sjellin edhe frikën e madhe, domethënë këta u bën bashkë, ishte edhe im shoqë dhe çuna, domethënë ishin dakord që ta merrnin. Unë kisha atë stepin e madhe, biles ndonjëherë i thosha tim shoqë që mirë ne, po do na lësh edhe kalamajt me borxhe. Domethënë se ishte vlerë shumë e madhe, thash ishte mbi fuqitë tona ekonomike që mund ta bëje. Megjithatë ai guxoi dhe sot ja ku jemi. Çfarë ndryshimi solli kjo tek lufra, që ta kuptoj unë pak më thjesht? Solli një modernizim të produkteve, sepse deri në atë kohë ne punonim me shishe qelçi, që i merrnim të ripërdorshme, që laheshin dhe që futeshin prapë në punë. Pastaj filloi kosi me gota plastike që pothuajse filluan dhe të gjithë mbas nesh, por kjo ishte e veçanta që ne kishim sjell njërisi në treg. Po, tani e kujtoj. Dhalla me karton, ajrani, kefiri, gjithë këto produktet e kartonit janë Tetratop, do me produktet të freska në kuti kartoni. Okej. Ke kërkuar ndjes që ke qenë kundër? Po, patjetër. Është e rëndësishme që ti jesh se biznesi, unë nuk bëj biznes edhe ne gjykojmë gjithmonë nga jashtë, Antoneta. Është kollajt, duket sikur është gjithçka shkon grur, edhe ju që bëni biznes jeni pasuruar edhe me këtë e keni arritur suksesin, por të mbash një biznes, se më ngeli mendja tek ajo që the për mbesën, që ka dhe përgjegjësinë brenda. Nuk është e lehtë edhe her pas here rrethohesh edhe, unë nuk po them kritika, po edhe me konkurrencë të pandershme. Kush është njeriu që ekuilibron forcat? Ti apo Beni, apo djem? Shiko, ne kemi punuar gjatë gjithë kohës bashkë dhe ne biznesin e kemi si familje. Patjetër që ka konkurrencë, por konkurrentën e sot nuk kemi vetëm konkurrentët ose kolegët tanë që kemi brenda vendit. Sot ti ke konkurrent nga gjithë bota, sepse gjithë bota sot është e bërë e lirë, ty të vjen produkti nga çdo vend i botës. Nëse ne do mbajmë mendjen te konkurrenca, do mbajmë syt gjithmonë ke konkurrenca, patjetër që do ndalojmë ritmin tonë dhe nuk do zhvillohemi. Unë mendoj që konkurrenca patjetër të bën mirë sepse të lëviz nga vendi, nëse ti e sheh që dikush ka investuar, ti kërkon të investosh akoma më shumë se sa ai që ti jesh më i miri në treg, por mendoj që duhet hecësh para dhe duhet mos mbash mendje të konkurrencat, mos ndalosh ritmin të guxosh, po pa ta guximin dhe të ecësh të ruash cilësinë, tregu dikton vet. Mua më mbeti mendja tek ajo që kishte bërë bashkëshorti yt Beni, që ti përmende dhe the që më shumë se sa shishet që mbeten aty, kishim një fjalë të dhënë me fermerët. Pra kishte një raport tuaj në edhe si fjalë e dhënë, po dhe një raport miqësor, një raport familjar me fermerët me zonës. Ajo që dua të kuptoj sot është tani që jeni lufra dhe jeni të mëdhenj, vazhdoni të jeni kaq afër me fermerët, si shkoni ju me ta? Shiko, ne kemi filluar punën në fillim vetëm me fermerët e vendit ku ne jetojmë, rreth rrotull, domethënë njerëz që na njohin dhe i njihnin për ditë. Dhe patjetër që ti nuk mund t'i dalësh një njeriu nga kjo është edhe në karakter, por që ti nuk mund t'i dalësh një njeriu nga fjala kur atë e sheh për ditë në sy. Pastaj kjo fjala e dhënë bëhet pjesë e punës tënde. Raportet njerëzore patjetër që janë. Ne kemi vite që punojmë me po të njëjtit fermer. Kemi vite që punojmë me po të njëjtit fermer, me po të njëjtit klient në treg dhe ti patjetër që duhet të jesh i ndershëm dhe duhet të jesh korrekt me të gjithë. Me fermerët ne kemi një, si thua, një ndërmarrje me njëri tjetrin, sepse ne jemi të domosdoshëm për njëri tjetrin. Fermeri ka nevojë për ne dhe ne kemi nevojë për fermerin.
Gjatë gjithë këtyre viteve, ne kemi investuar ke fermerët duke i ndihmuar ata të shtojnë numrin e krerëve, të zgjerojnë stallat, të krijojnë mekanizim për stallat e tyre që të mos jetë puna aq e lodhshme, sepse unë jetoj në fshat. Unë kam pasur vetë lop, unë e di sa e vështirë është puna e fshatit. Dhe prandaj jemi munduar që të jemi sa më afër dhe sa më korrekt. Jemi korrekt, jemi të ndershëm, por edhe ata janë të ndershëm me ne kur sjellin qumshtin, sepse është A mendon Neta që se unë po të them Neta, Antoneta, që fakti që vini nga fshati, edhe sa po e përmendët që jeni një grua që e dini si është jeta në fshat, e dini se si është të kesh një lop, e dini mundin dhe djersën, mendoni që kjo e ka avantazhuar punën tuaj, apo në ndonjë moment ju ka bërë më shumë se sa duhet ndoshta të ndjeshëm e empatike dhe biznesi të do t'jesh dhe pak gjak ftohtë? Ndoshta po, ndoshta jo. Për shembull, kur unë ulem me një fermer, sepse takoj shpesh me fermer, sepse është puna ime e tillë, kur unë ulem me një fermer dhe ai fillon më tregon sa lodhet, sa bëhet, unë e kuptoj shumë mirë atë se sa lodhet dhe se sa e lodhshme është puna me se ke qenë aty vetë. Kam qenë, unë e di, e kam prekur atë punë. Por ama nga ana tjetër, domethënë unë kam një marrëdhënie të tillë që vërtet unë të ndihmoj deri këtu, por te cilësia nuk preket. Patjetër që cilësia duhet të jetë ajo që është. Domethënë ti edhe i ftohtë, por edhe e kupton se çfarë ka ndodhur nga ana tjetër. E kuptoj. Në vitet 90 dhe në fillim viteve 2000, ku nuk ishte as internet ende, nuk ekzistonte akronimi PR, marketing, nuk kishim mentor, mësues që ti tregonin bizneseve në Shqipëri se si të rriteshin, se si të zgjeroheshin. Kishte vetëm instinkt. Dhe tani që e mendon atë kohë, a ka diçka që të duket shumë naive, gati dhe e rrezikshme dhe thua si ja kemi dalë? Të gjitha zgjedhjet janë bërë me instinkt, besoj. Në atë kohë duhet kishe instinkt dhe guxim. Pa. Por të mos harrojmë që dhe tregu ishte i uritur për gjërat që ti prodhoje, nuk është si sot, tregun e ke plot. Në atë kohë duhet kishe guxim, ka gjëra që mund të mos i kemi bërë mirë, patjetër. Ka dhe gjëra që mund të ishim bërë më mirë, ndoshta se sa mund t'i kemi bërë. Por ndonjëherë gjërat i dikton edhe koha. Mos harrojmë që ishin vitet 90, as e njinim se çfarë ishte mekanizmi. Unë kur kam dalë për herë të parë në Bullgari, kam parë që kishte pompa që duronin temperaturat larta mbi 90 gradë dhe kishte tubo gome që duronin temperaturat mbi 90 gradë. Ndërkohë që ne thanim 2 puse me krah, me kova, që ftofnim qumshtin me banjomari gjatë punës tonë. Domethënë, pristim të mbushej pusi që të ftofnim qumshin tjetër. Në çfarë viti ishte Bullgaria? Bullgaria duhet të ketë qenë aty mbas viteve 97, diçka e tillë. Ishte rastësisht, e kërkonit ju të shkonit vetë në vende për të mësuar? Patjetër, në atë kohë ka qenë këtu Usajdi, dhe Usajdi ishte tamam si një shkollë për ne, sepse shumë herë na merrte dhe na çonte nëpër vende të cilat nuk mund të them se ishin të ngjashme me ne, se ne nuk ishim asnjë lloj mekanizmi, po ishin afërsisht në nivelet tona, domethënë. Aty ku ne mund të merrnim eksperiencë dhe aq sa na duhej. Ndërkohë që Usajdi imagjino që do çonte gjithë Shqipërinë, nuk është se do përzgjidhnin për shumë nga të gjithë. Ndërkohë ne im shoqi thoshte që ne duam të shkojmë, vetëm na nxirni vizën, se të mendojmë që ishte edhe vështirë, s'kishte as viza. Na nxirni vizën dhe pjesën tjetër ne sponsorizojmë vetë, vetëm na nxirni vizën që të shkojmë, sepse ne duhet të mësonim dhe ndryshe ti nuk mësoje dhe nuk sille. Sa herë që ne shkonim jashtë, sillnim diçka të re këtu brenda. Udhtoje gjithmonë me Benin? Jo, nuk udhtoja dot me Benin, sepse puna ishte e tillë, udhtonim si grup me Usajdin, sepse puna ishte e tillë, që njëri duhet rrinte patjetër këtu, sepse ishte puna, ishin dhe fëmijët. Di anglisht? Shumë pak. Merresh vesh shumë mirë. Në fakt, kur kam vajtur në panairin e parë në Itali, që kemi blerë pajisjet e para, kam vajtur me një italishte të mësuar nga televizori, në qoftë se ju kujtohen ato, më duket telenovelat e Telenor, që ka qenë ku shqiptarëve kështu e din ato, kështu e din italishten. Aty e kam mësuar italishten, kam vajtur në panair, kam komunikuar, kam blerë dhe makineri. Me këtë italishte çal-çal. Që kjo do të thotë, Antoneta, se negociata nuk është tek ajo që ti po flet, po ajo që ti po kupton, ose ajo që ti po shet. Sepse intuita, ne kishim një farë eksperiencë, kishim parë diçka dhe jashtë, dhe me atë plus që panairet janë edhe si shkollë, se vetë ata që kanë pajisjet të spjegojnë shumë gjëra. Ndërkohë që unë i thosha nuk e kuptoj mirë italishten, po i pyesja her pas here për diçka që kisha, për shkak se nuk ishte as Google Translate atëherë, ishim kështu. Kishte asgjë, po them. Pra janë bërë gjërat në mënyrë. Kuptoja me sa shpjegonin ata dhe me sa kuptonim ne nga ana teknike e punës. Dhe e gjeja atë gjën e re, vendimet gjithmonë i konsultoni bashkë?
Shiko, një nga gjërat mendoj unë të mira që kanë qenë punën tonë, ne kemi punuar për 34 vite, jemi burrë dhe grua, kemi punuar bashkë, pastaj u rritën fëmijët që hynë dhe fëmijët në punë. Ndërkohë që gjatë gjithë kësaj kohe, patjetër që gjitha gjërat ne i konsultonim bashkë. Kishim debatet tona, po në fund fare ishte lufra ajo që duhej parë dhe që duhej të merrej vendimi i duhur. Jo vetëm që diskutonim bashkë, po edhe me pjesë të, për shembull, se pastaj fillon zgjuara dhe stafi që kishim njerëz rreth nesh, për shembull, i pyesnim edhe ata se çfarë mendimi kishim për këtë gjë. Sepse gjithçka që bëhesh është gjithçka e re për ne, për shembull. Nuk është si sot që ke informacion. Po, sot aq më tepër janë 2 djemt dhe unë rastësisht kur po bëhesha gati për çfarë do bisedonim bashkë për pyetjet dhe kisha shkruar pse lufra dhe pastaj bëra lidhjen menjëherë që lufra është Luisi dhe Franci, 2 djemt e tu. Kaq e thjesht, por me që unë tani ua di emrin, i njoh. Dhe tani janë shtuar dhe 2 djemt, të cilët kanë me madomendja vizionin e kohës. Kanë një gjë që e keni të gjithë të ngjashme? Shiko, ne, kur vjen rinia sjell gjëra të reja, teknologjinë, gjërat e reja që hyjnë brenda. Ndoshta ata kanë mësuar nga ne eksperiencën, kurse ne kemi mësuar nga ata që jeta ecën shpejt, zhvillohet, ti duhet ta updatohesh shumë shpejt me gjërat e reja se ndryshe ngelesh mbrapa. Ndonjëherë unë kam hap Instagram, TikTok, ndoshta për të kuptuar edhe se si mendojnë. Ke TikTok? Po patjetër, nuk, si është adresa? Dua të kuptoj se nuk hedh kurrë gjë, po thjesht kuptoj se çfarë ndodh në atë botë. Jam munduar të njoh këngëtar të rinj, aktor, gjëra, duhet se unë kam jo vetëm 2 djem, po kam edhe 2 nuse, kam edhe 2 mbesa tani. Tani kur ulem me ata në tavolinë, dua që të bëj një bisedë që i përshtatet edhe moshës së tyre, jo vetëm moshës time. Kështu që nëse ti nuk updatohesh me këtë gjë e re, do ngelesh mbrapa. Plus pastaj puna të kërkon shumë gjëra tjera. Okej. Kjo shqis, kjo shpjegon shumë çka për atë që ke bërë, Antoneta. Është shumë mirë që njerëzit të përditësohen. Unë e kam zakon që ndonjëherë i them sa gjëra më shumë se sa duhet sinqerisht dhe ky është podcasti i parë që unë po bëj me një audiencë. Këtu në këtë studion time janë dhe 2 nuset e Antonetës, të cilat më morën në telefon Kati, që është edhe shoqja ime e vjetër. Më tha që ne do të vim bashkë në nuset e Antonetës, duam të jemi aty kur ajo të flas, është shumë e rëndësishme për ne e duam shumë. Sepse unë nuk kam gjetur 2 nuse, kam gjetur 2 vajza. Dhe këtë e them shumë sinqerisht, domethënë. Jam shumë e lumtur, unë nuk kam vajzë, kam vetëm 2 djem, po tani them që kam edhe 2 vajza. Katerina dhe nusja tjetër më fal. Dhe Eri. Tani më kanë sjellë 2 mbesa të bukura, që jeta ime tani është e plotësuar. Çfarë do t'i thoje sot një skeptiku në supermarket kur sheh lufrën? Të besoj më shumë te produktet vendase, jo vetëm tek lufra, po te të gjitha produktet vendase. Dje po shija një intervistë të një biznesmeni të madh shqiptar, s'po them emrin, që po e pyesnin për të njëjtën gjë. A ju kërkojnë i lek mediat, i tha, këte janë edhe kërkojnë edhe s'kërkojnë, tha, por në botë tha, sot tha që erdha këtej po dëgjoja që ishin 13 milion fake në ditë. Një ndër ta mund të jemi edhe ne, kështu që skeptikët duhet besojnë më shumë te produkti vendas dhe te ne që kemi 34 vjetë që ngrem biznesin, nuk e kemi ngritur biznesin të punojmë sot, apo të punojmë një javë dhe pastaj të themi hajtë mëse ja hodhëm të do ikim, e kemi ngritur që t'ja lëm djemve, mbesave, nipërve, kush vjen pas dhe të punojmë me ndershmëri. Një besniku, çfarë do t'i thoja të lufrës? E falenderoj shumë dhe do thoja që është pjesë e historisë tonë, historisë së lufrës. E vërtet është, se po ta mendosh, kur mendon që ke një lloj sipërmarrje që shkon në çdo tryezë dhe je gati si një familje e madhe, duhet ketë dhe aty një lloj emocioni, se unë them, okej, bëj një podcast, kam djekës, por ata marrin një ushqim që është shpirtëror, që është informativ, dikush tjetër e merr ushqimin në supermarket, kudo është një raport shpirtëror në fund të fundit. Edhe të vjen shumë mirë për besnikët. Pa ata shkojmë dot përpara. Kënaqem kur shoh njerëz që nuk më njohin dhe kur prezantojnë që thonë zonja e lufrës, thonë, mua më pëlqen shumë kosi ose më pëlqen shumë qumshi ose kjo. Kjo është kënaqësia ime. Domethënë nuk është më vetëm kënaqësia te paraja. Nuk thot njëri që nuk është e mirë paraja, patjetër që paraja duhet edhe është. Por kënaqësia më e madhe imja sot është kur dikush më thot sa i mirë është ai produkti, domethënë. Antoneta, çfarë të sjell paraja dhe po çfarë të merr mbrapsht? Paraja. Do isha hipokrite po të thosha që paraja nuk duhet. Ose nuk është e rëndësishme. Së takon, as me ligj ta thuash. Nuk mund ta them këtë, do isha hipokrite po të thosha këtë. Por
Paraja të sjell shumë gjëra. Të zhvillon edhe si njëri. Ndoshta mua paraja më ka dhënë mundësinë që të trajnohem, të shkojnë, të shikoj vende të tjera, të mësoj më shumë, të krijoj të mira materiale për familjen time, të shkolloj më mirë fëmijët, e shumë gjëra të tjera. Më ka dhënë kontaktin të takoj shumë njerëz të tjerë. Besoj se ajo pika kyçe midis parase dhe asaj që të jep dhe asaj që të merr është që ndoshta të jep shumë por të merr qetësinë. Dhe këtu duhet të ruhet ajo balanca që të mundohesh të ruash qetësinë, edhe familjen ndonjëherë. Unë jam munduar që familja ime të jetë një familje, dhe besoj se ja kam arritur që të kem një familje të mirë dhe të ruaj atë qetësinë time. Çfarë bën për paqen e mendjes, Antoneta? Ndonjëherë ngrihem në mëngjes dhe kam bërë një balkon shumë të bukur aty ke shtëpia dhe duket sikur e kam bërë se i thonë është balkoni netës. Ngrihem në mëngjes dhe ulem ta pi kafen aty vetëm fare. Nuk mendoj asgjë. As pyes, as mendoj, vetëm thjesht pi kafen dhe rri. Aty më duket sikur karikohem edhe nuk kam domethënë stres të tjera. Pastaj kur më vijnë besat është kënaqësi e jashtëzakonshme. Pastaj ajo kthehet në lumturi. Unë i pyes shumë të ftuarit për lumturinë dhe si mund të shpëtoj një grua e suksesshme një pyetje për lumturinë. A je lumtur, Antoneta, pas gjithë këtyre gjërave që ke bërë me jetën tënde dhe me familjen tënde, për familjen tënde? Shikoj, lumturia është, do thosha një pyetje $1 milion. Po, tamam. A je lumtur? Lumturia është për mua, ndoshta dikush mund ta ketë. Për mua lumturia është copëza të vogla nga jeta gjithkohës dhe ti krijon një këndin tënd të lumturisë. Do thosha jam e përmbushur. Ku ta përmbledh edhe gjithë lumturinë brenda. Jam e përmbushur sepse kam një familje që më do dhe më respekton. Kam një bashkëshort i cili më ka respektuar dhe më ka dashur gjithë jetën. Kam 2 djemë të cilët për mua janë bërë bi të denjë të familjes time sepse kanë vazhduar biznesin, kanë hyrë në punë që të vegjël, sot drejtojnë biznesin. Kam marrë, siç e thash, 2 vajza të mrekullueshme, kam 2 mbesa të mrekullueshme dhe kjo është kënaqësia e jetës. Ti ndihesh i përmbushur. Çfarë mund të dojë njeriu më shumë nga jeta? Duken sikur gjërat janë në vend. Këto janë gjërat e vogla me të cilat ti kënaqesh dhe je i lumtur për jetën tënde. Por lumturia pastaj është. Unë pash një ritëm frenetik në vitet e rinisë, një grua 25 vjeçe, sapo bërë nën, pastaj duke u bërë nën për herë të dytë me ato shishet me ato kutitë e rënda metalike, ndërkohë që ishte shtatzën me djalin e dytë. Ka ndonjë peng ajo kohë që nuk e patur ndoshta shumë kohë për të jetuar jetën, për të kaluar kohë me fëmijët e tu? A vjen një moment kur gjërat i ke arritur të gjitha dhe thua ja vlente që të lodheshim kaq shumë? Tani, ta thash dhe në fillim, ndoshta është edhe koha e cila të detyron të punosh. Edhe aq dini më se njëherë kur i kam thënë njëherë Timbiri se kam qenë me herën e diskale dhe i thash e kam thyer kurrizin tash duke ngritur ato fuçit e djathit e gjithë këto gjërat, më tha mua, po pse s'merr një njeri tha që të ndihmonte. I thash po në atë kohë 10.000 lekë nuk ishin 10.000 lekë, ishin 300.000 lekë në muaj që ne nuk i kishim. Dhe ti ishe detyruar të punoje vetë. Ndoshta ti dikton edhe koha ca gjëra. Pastaj gjëja që kam unë peng është që nuk kisha kohën e mjaftueshme për të ndenjur me fëmijët e mi. Mezi e gjenim atë kohën që mundoheshim të kalonim një kohë cilësore me fëmijët, por koha ishte e paktë. Më shumë që kisha ndihmë shumë vjerën me të cilën jetoja, e cila ngrihesh në 3 të natës nga krevati i saj, hynte te krevati im dhe rinte mbante fëmijët në gjumë se në 3 të natës ne çoheshim. Nisnim qumshin për Tiranë, im shoqi hipte makinën si kte merrte qumshin e mëngjesit, unë kisha lop. Do milja dhe lopën, do rria dhe tuncin, do bëhesha gati edhe për pushteti. Dhe pastaj do vija kisha dhe ustallarët për drek, sa një grua te fshati që kishin përballë më thoshte mua, "Çaj bën aty tim shoqi?" Se më thoshte ajo është grua, tha vjen në orën 11, 12 kemi drekën gati. Unë i para përgatisja gjërat që në 4 të mëngjesit që kur të vija të kisha drekën gati. Vetëm për këtë paragraf sa e meriton këtë podcast Antoneta Lufrës. Kështu që me punë shumë, por që në 3 të natës për sa vite jeni zgjuar? Të mos them 15 mbi 10 vite po. Se tash mos vazhdon. Jo, të mos them 15 vite mbi 10 vite po. Wow. Sa orë gjumë? Binim 12, çoheshim 3. Sa kur shtrihesha në darkë, më duke sikur mi triqte njëri muskujt e kurrizit poshtë. Pra në atë kohë nuk ka patur kinema, një film në darkë, një kafe në mëngjes normale me harronim televizorin, harronim fëmijët. Një ditë më ka pyetur i mbirë, më tha çka ke penga jetë edhe që nuk ju pash të rriteni, thash. Kaq. Ju mbaj mend vetëm kur ju kam çuar në shkollë mesme, thash. Kjo ishte pengu i jetës. Këtë të merr biznesi, sidomos në kushtet që kishim ne që ti duhet punoje patjetër vetë. E kuptoj. Im shoq ngrihesh 3 natës dhe binte 12, ikte merrte qumshi dhe vinte prap
Ndarka do merrte qumshin tjetër, do shkonte në Tiranë, do shiste, do vinte, se ashtu ishte koha. Biznesi ju është totalisht familjar. Ti do doje që dhe mbesat e tua ta vazhdonin ta çonin përpara lufrën? Për egon time personale do doja shumë. Po ti aty je. Nëse do kishin këtë lodhje që kam unë, nuk do doja ta bëj. Okej. Po besoj që dikush është si puna është një shprehje që dikush e mbolli atë pemë nën hijen e cilës po rrin ti sot. Dhe mbase e ka bërë nëna Neta, që ato disa gjëra t'i gjejnë gati dhe koha, lodhja fizike po shkurtohet. Nuk bëhet njëri me herë një diskale më tani. Me çfarë do lloj zgjidhje dhe çfarë do lloj zgjedhje që të bëjnë. Okej. Çfarë uron për mbesat e tua? Një jetë të qetë dhe të lumtur. Nuhatja, talenti, pasioni apo besimi e bëj një punë që përpara? Të gjithë kanë elementin e tyre, por nëse do duhet zgjidhje vetëm një. Këmbgulja. Këmbgulja. Se sado ne kemi pasur me ditë të tëra që nuk na bëhej kosi sepse nuk e dinim fare se ç'a ishte antibiotiku për vite të tëra në fillim flas, për vitet e para të fillimit. Ti ngrihesh e mëngjes dhe gjeje kosin pa bërë, ngrihesh e ditës tjetër pa ashtu, por ne këmbgulëm derisa e zgjidhëm problemin. Domethënë këmbgulja është ajo që të mban aty. Puna patjetër. Po këmbgulja, ti duhet këmbgulësh që ta bësh atë gjën. Dhe nuk ka gjë që s'bëhet, po i vure detyrën që do ta bësh. Çfarë është diçka që mendon se e ka Beni dhe e ka të shkëlqyer dhe duhet ja themi në këtë podcast? Nuhatja për biznesin dhe durimi. Ja thua, ja ke thënë personalisht? Po, patjetër. I shprehni dashuri njëri tjetrit? Besoj se po. Besoj se po. Ndonjëra i më shumë, unë më pak, po që i shprehim. Po kjo është dashuria. Duhet jetë vërtet e shëndetshme dhe e fortë që të vazhdosh, se përgjithsisht është dhe ky paragjykimi që një çift brenda një pune, brenda një biznesi, bëhet pak edhe më e vështirë jeta. Apo me sa duket, o bëhet shumë e mirë, o bëhet e vështirë. E kam dëgjuar shpesh këtë, domethënë thonë shpesh që si punoni një çift, si punoni, por gjithë secili ne kemi ndarë detyrat, si thua, në heshtje. Nuk është se unë ndan detyrat me ti do bësh këtë, unë do bëj këtë. Ai ka mbaruar ekonomikun dhe filloi me financat, me tregun, me gjërat. Unë u spostova ke prodhimi dhe ngela aty dhe gjithsekush, domethënë kur pyet, ishte puna për tregun, patjetër që vendime do i merrte Beni, kur ishte puna për prodhimin, patjetër që do më pyeste mua, a kemi pas debate, patjetër. Domethënë, do njerëzishëm, të tregoj një rast tash që në darkë kisha shtrirë, kishte zonë gjumi ora 11:30, 12, ku disa ishte ora. Edhe ishte fillimi, s'kishim të shumë kapacitete, Kaçkavalli kishte hyrë të dhomat e Kaçkavallit dhe kishte parë që ato ishin strembëruara. Dhe unë sa më pëzinte gjumi hyrë në dhomë, thomë, po ju si e kishit lënë atë Kaçkavallin, ashtu ç'a e keni bërë kështu. A pastaj ta aman o burr, tash në lërë të flemi, tash ta shohim nesër Kaçkavallin tash. Pastaj më doli gjumi, iku. Iku gjumi për Kaçkavallin, o dhimbshme. Prandaj po të mos ishte që merrem atë punë, do ta dinte historinë e Kaçkavallit dhe do kishit kaluar ndoshta më mirë atë natë. Shiko, 2 djem në vitet 2000, kur sapo hyri paraja, ju ishit njerëz me mundësi të mira ekonomike. Dhe gjithmonë, me thënë të drejtën, si atyre që s'kanë mundësi, po dhe atyre që kanë mundësi u aqaj pak hallin, se nuk është e lehtë të rritësh fëmijë duke parë të mira materiale, duke parë që ka para, dhe kjo mund t'i dembelos ata, ose mund t'i fusë edhe në një rrugë pak të vanitetit, po the. Si ja keni dalë ju, si ja ke dalë ti me Benin, me Luisin dhe Francin? Shiko, unë nuk mund t'i jap mend për prindërimin, sepse prindërimi është diçka që gjithë secili e bën ashtu si mendon ai për fëmijët e vet. Ne i munduar që fëmijët tanë atë kohën e pak që kishim, të merreshim me ta, të flisnim, të tregonim historira, të gjenim gjëra të cilat duhet t'ja u tregonim që çfarë ishte mirë, çfarë ishte gabim. Pastaj pak nga pak u rritën, ne kemi futur në punë fëmijët që të vegjël. Fëmijët e mi kanë pritur paketimin e dhallës që kur ishin 10 vjeç. I thoshte Beni, do shkosh atje, nga ora 10 deri në orën 12, do presësh paketimin e dallës, vinte në shtëpi ai, por kemi qenë, si të thuash, në unison me njëri tjetrin. Ai vinte në shtëpi dhe më thoshte, unë vdiqa, unë bëra ujë me djersë atje. Atje i thosha unë se të ka thënë babi, sepse edhe ata atje me djersë janë bërë.
Pastaj filluan në shkollë të mesme, kishim një vend aty afër Kolonja, që është një qytet e vogël, ka qenë qytet e vogël aty afër nesh. Shkonin shisnin, vinin në shtëpi, thoshin kemi pëshqitur kaq, na duhet dhe kaq, do shkojmë këtu. Domethënë filluan dhe ta ndjenin këtë lezetin e punës. Ju të futet në gjak biznesi, edukohet. Pastaj gjatë gjithë jetës në shtëpi kanë dëgjuar për biznesin, për punën. Kam parë sepse është edhe shembull, kam parë 2 prindër të cilët punonin gjithë ditën. Domethënë ndoshta ndikon edhe kjo, domethënë. Dhe pastaj Luisi është futur në punë që 23 vjeç. Franci më vonë, sepse mbaroi shkollën pastaj mbas Luisit, por që të dy kanë filluar dhe janë futur. Franci ka mbaruar shkollën në Angli, por në asnjë moment nuk ka thënë që të rri këtu kurrë, domethënë. E dinte që do marrënte shkollën, do vinte dhe biles kur ka ikën në shkollë me atë pretendimin, e kuptoj shumë mirë që kjo pjesa është gjithmonë paragjykimi njerëzit që kanë lekë etj. Por im shoqi ka thënë, nëse ti do kesh një vit më mbas, harroje që do shkosh me në Angli. O merre shkollën për këto vite sa e ke, ose do rish këtu me ne. Dhe mbaroi shkolla në vitet që ishin. Ka rregulla në atë shtëpi. Do të vazhdosh të shoh me energji, do të vazhdosh tek luftra, ke ndonjë moment që thua tani unë kam bërë pjesën më të mirë, kam dhënë zemrën, kam dhënë gjithçka në këtë histori dhe do marr pak kohë, edhe do marr benin tim për dorë dhe do të filloj të udhtoj dhe të jetoj pak për vete, apo kjo s'ka lidhje me karakterin tënd? Dëshira është për të ikur, për të shkoputur dhe për të ikur, por ndonjëherë ndoshta është edhe gabimi ynë që lidhemi shumë me punën dhe pastaj ti edhe pse ikën ti prap kthesh aty ke puna. Duket sikur ti e bën më mirë, plus që ka shumë njerëz tani, ka staf, ka drejtora, menaxhera e gjithë që punojnë, teknolog, po ti prap duket sikur ajo puna që bën ti e bën më mirë. Pse është kështu, Antoneta? Pse duhet të jetë gjithmonë i zoti punës aty? Ndoshta edhe nuk duhet, po ndoshta jam unë ajo që hyj, se më duket mua sikur e bëj më mirë. Edhe kur shkon në një restorant dhe e kupton që ai shefi kuzhinës është edhe pronari, është ai drejtuesi i zotruesi i restorantit, gjërat shkojnë më mirë. Pse puna jote ka tjetër, është ndoshta dhimbja ajo që e ke bërë me dhimbje dhe nuk ja bën me hile. Megjithatë italiani ka një shprehje shumë të bukur. Syri i pronarit shëndosh kalin. Shumë e bukur, nuk e kisha dëgjuar asnjëherë, është hera e parë që e dëgjova. Antoneta, shumë faleminderit për këtë bisedë. Të uroj ty shëndet edhe vetëm përmbushje me familjen tënde të madhe, edhe me lufrën tënde të dashur, që është një familje e krijuar. Të thani, ajo është jeta ime e shkuar dhe ardhmen. Po, e vërtet është aty. Edhe ju uroj vërtet shumë suksese. Më vjen shumë mirë që e ndiqje podcastin. Nuk e di çfarë natyre është podcastash ndjek, po i kam shumë për zëmër, kam vendosur që unë e kisha llogaritur që këtë episod ta quajmë tek pjesa e CEO podcast, sepse po më pëlqejnë historitë me CEO, dhe unë isha nisur me idenë e një CEO, po ti ma bëre të qartë që CEO është dikush tjetër aty. Megjithatë ti je CEO e zemrës. Unë jam pjesë e pandare e lufrës. Je mëma e lufrës, edhe shumë sukses edhe shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve. Ky episod u mundësua nga Vodafone, Smile Pikal, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo.